Edhe në fund domethën pika të shkurta, ditri fjalë ditojmë për ajetin cila u thot Allah subhanahu wa taala wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ai cili nuk gjikon me Kur'anin e Kerim është prej jo besimtar. Kjo fjala prej jo besimtar e ka për qëllim kufrin e madh, e cila kur thojmë kufri i madh, do të thonë kufri që nxjerr prej Islamit, apo kufri i vogël që thënë kufr dune kufr, apo kufr asgar, apo kufr al-amali e kështu me radhë, do të kufr i cili nuk nxjerr prej Islamit. Kufri dune kufr është gjuna i madh, disa kanë thonë është gjuna më i madh se i madhi, mirë po nuk është gjuna që nxjerr prej Islamit. Allahu subhanahu wa taala kur e ka pru këtu ai që zgjikon me Kur'anin e Kerim, është për jo besimtarë, kanë thonë dietar Islam. Kjo fjala për jo besimtarë i përmbledh, i përfshin dy lloj kufrit, edhe kufrin e madh, edhe kufrin e vogël. Në fillimisht e përfshin kufrin e madh. Fillimisht e përfshin kufrin e madh, para arsye se si ka thonë Sheikhul Islam Taymija dhe shumë dietar, se kufri ku të vjen me el tarif e ka për qëllim kufrin e madh. Vetëm si të ketë argument e cila në komenton dhe në sqaron se ka kufrin e vogël. Pse na thojmë kufrin e madh? Para arsye se ka thonë për ta kuptuar ajetin duhet mas pari të kthehesh kund. Shkaqet e zbritjes të këtij ajeti. Pse ka zbrit kjo ajet? Transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi, këtë hadith e ka nxjerrë Abdullah ibn Omer. Pse ka zbrit kjo ajet? Ai si zgjikon me Kur'an, ai është për jo besimtar, ka dhënë për shkak se jahudit, një grua dhe një burr kanë vënë zina pasi që kanë qenë të martuar. Dhe kanë thonë, shkoni te Muhamedi alayhis salam. Nëse gjikon ai me një dënim që nuk urnon për mbyqje, pranon. Nëse gjikon me një dënim që është gurzim mbyqje, mos e pranon. Mos e pranon. Edhe kanë ardhur munafik dhe kanë pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, po jahudita nuk e gjen Tevratin e atinëve se edhe ato e kanë çështon. Ai që i bën zinë dhe është i martuar duhet me mbyt. Ka thonë sjell në Tevratin. E kanë pru Tevratin, kanë ardhur jahudit prezant Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam ka qenë prej dietarëve të mëdhenj të jahudive që ka pranuar Islam. Edhe jahudia e ka nu dorën nga gishtin, e ka lexuar përpara edhe për mas, e se ka përmend aty gurzimin. Abdullah ibn Salam i ka thonë heke dorën. Heqë dorën se e gjenë ata që na e kena në Kur'an. Kur e ka gjenë dorën, kanë përpiq me ndryshu ligjin e Allahut, e Allahu e ka zbrit këtë ajet, këtë hadith e transmetoi Imam Buhariu dhe Muslimi, e ka zbrit se ai që gjikon me Kur'an është për jo besimtar. Do me thonë që i futët janë përpiq me anulu një ligj. E këto me këtë vepër, a kanë bon kufër të vogël a kufër të madh? Kufër të madh. Për këtë arsye do me thonë që ajet mas pari i përfshin ata. Hadithin e transmeton gjithashtu Muslimi sahihun e tij, këtë hadith e ka nxjerrë Bara ibn Azib, tregon ngjarjen se ka zbrit kjo ajet. Tregon ngjarjen se ka zbrit kjo ajet. Thot na jahudit e kena pas adet. Nëse ka bon zina një ndershëm, i martu, nuk e kena gorzu, po ja kena vizatu disa vija në ballë senja, a kupton, sa me bon isharet se ki ka bon zina, ama nuk e kena mbit, a nëse njoni prej atinve ka bon zina dhe ka qenë i dop, atër e kanë mbit ata. E një dit prej ditve në mlejë dhe kena thonë, pse nëse bojmë një ligjë si am ndershmit, am doptit, ti bojmë ketë njajt, ka thonë edhe e kanë hekën në rëgjmin, e kanë hekë gurzimin dhe e kanë bojmë. Se kush ban zino, i dopt apo i ndershëm, ai nuk gurzohet, por vetëm se bojnë disa shenjë në bollin e tij, do me thonë zeza, ai që ban zino edhe është i martu, do me thonë çka e kanë ndryshuar edhe këto, ligjin e Allahut subhanahu wa taala, edhe kia jet ka zrit për këtë shkak që tregon Bara ibn Azib, apo një rivajet tjetër që i thot se e kanë pas adet jahudit Beni Nadir edhe Beni Qurayza. Beni Qurayza kanë qenë më dopt se Beni Nadir, parasi se Beni Nadir ka qenë më shumë edhe më të fortë. Edhe kur e ka mbitën një Beni Nadirit, një jahudi pe Beni Qurayza e ka paguajt gjithë dije. Gjithë e ka paguajt. Kurse kur e ka mbit një Beni Qurayza në Beni Nadir e ka paguajt kamil dije. Kamil dije. Kanë bon ndryshimin e ligjit Allah subhanahu wa taala. Ka zbrit kjo ajet. Do me thonë këto ajete që kanë zbrit Sahih Buhari dhe Muslim që s'ka që të zbritet, tregojnë se këto kanë bë kufër të madh. Kufër të madh për këtë arsye ka zbritën edhe kush? Ajetet e që cilat janë suratul Maide. Ka një rivajet Ibn Abbasit që thonë rreth këtë komentit apo rreth bisedët që ja bën rreth këtij ajete se kush gjikon me Kur'an është kufër dune kufër. Sa i përket këtij rivajetit, shumë disa dietare kanë bërë rivajetin e dopt. Do me thonë që rivajet nuk gjinë edhe Buhari dhe Muslim. E kanë bërë rivajetin e dopt. Edhe me qenë se na e shohim se rivajetin është do me thonë i sakt, por shkak se ka shawahid mutatabiat edhe kështu me radhë do me thonë edhe dëshmia e disa vepra,
thojmë se kja rivajeti, si pozojmë, do me thonë, apo e mormi se kja rivajeti është i sakt. Kja rivajet është i sakt. Mirë po, fillimisht thamë se kja jetë duhet kuptojnë se kufrin e madh. Kja jetë fillimisht, ai cili zgjikon me Kur'anin e Kerim del për Islamit. Vetëm si të ketë argument qëtër që na bën me dije se ki nuk ka dalë për Islamit. Do me thonë edhe komenti Ibn Abbas. Njerëz e kanë morë këtë komentin Ibn Abbasit e kanë harru këtë rivajetën Buhari Muslim. Sikur mos më pas ekzistu. E kanë bën koment këtij ajetit. Edhe me qenë se dietar ka shumë rivajete të cilët inshallah ndërsa kur të marrim do t'i shpjegojmë në mënyrë detale se kjo Ibn Abbasi ka polemizuar kon polemika me Khawarij, të cilët e kanë pasë çdo veje për si e pa më herët. Çdo veje për njeriu nëse e ban del për Islamin. Edhe Ibn Abbasi kur ka shku me polemizu me Khawarij, i kanë thonë se Aliu radiallahu an ka dalë për Islamit. Khawarij, pse? Ibn Abbasi ka thonë parasije se ka pranu t'hijen në gjikimin e njerëzve. Edhe Ibn Abbasi ka sjell argumente se Allah subhanahu ka unu në gjyqi, ka unu në mes gruas e burrit kur s'ka mos marrveshje me gjiku njerëzit, mi po me gjigjin Allah subhanahu. Edhe Ibn Abbasi ka thonë nuk është ai kufri ju që përmendoni. Do me thonë që Aliu radiallahu an nuk e ka bon veprën e kufrit që nxjerr për Islamin. Në rivajet tjetër thonë se Ibn Abbasi është pit për Emawit, të cilët e kanë ndryshu ligjin e Allahut. Çka kanë ndryshu? E kanë bë postin trashëgim. Ka dek baba e ka marrë gjallë. Edhe kjo e kanë ardhur Khawarij dhe e kanë pyetën Ibn Abbasin në disa rivajet thotë e kanë pyet Ebu Mejlez. Kjo është prej tabin. E Mejlezin e kanë pyet dhe i kanë thonë, çka mendoni këta Emawit që e kanë bën me trashëgu këtë post? A kanë bën me litë të Allahut apo jo? Ibn Abbasi a përgjigj ka thonë jo, se e kanë bën me litë të Allahut. Ka thonë, a ki lexuar ajetin Kur'ani i Kerim që ka thonë Allahu, ai si zgjikon me Kur'an është prej besimtarëve. Ka thonë lejser kufru ledhi të dhe bune i lej. Jo ki nuk është ki kufër që ju po mendoni, jo për ajetin, po për Beni Umeje. Do me thonë ato e kanë bon një rregull, e kanë bon një gjuna e cila nuk nxjerr për Islamit. Nuk kanë argumente nëse e ban trashëgim nxjerr për Islamit, nuk kanë prej veprave që nxjerr për Islamit. E Ibn Abbasi nuk ka dash me thonë për ajetin. Nuk e ka komentuar ajetin si ai cili zgjikon jo besimtarë, po ka thonë ato që e kanë vepru këtë vepër, nuk e kanë bon vepër që nxjerr për Islamit, e jo për ajetin. E keni qartë? Do me thonë jo për ajetin, megjithatë na thoj se kjo ajet i përfshin kufrin e madh, fillimisht edhe gjithashtu mund ta përfshin kufrin e vogël. Kur është kufri i madh? Kur e kuptojmë kufrin e madh? Edhe kur e kuptojmë kufrin e vogël? Ai i cili bën ligj, edhe nëse është një ligj, do me thonë kejt me Kur'an dhe Sunet gjikon. Vetëm prerjen e dorës thot, do me thonë dusturi apo në kushtetuta e ati, thot se ai i cili vjedh burgosët 3 vjet, nuk i prerë dorës. Nëse është rregull në atë shtet, nëse e kanë sistem që gjikojnë me ta, ki ka rënë kufrin e madh. Por kur është kufri i vogël? Nëse në sistem e kanë ligjin e Allahut, nuk e kanë ndryshuar asnjë ligj, asnjë ligj. Mirë po ku dvene njoni mu gjiku, waqia muajene, do me thonë një ndodhi, për një ndodhi, apo 2 ndodhi, apo 3 ndodhi, apo 10, apo edhe nëse janë 1000 ndodhia, nuk ka rëll, nuk ndryshon. Vem njoni afër në gjallit vetë me apret dorë. A i duhet edhe gjallit vetë me apret dorë, mirë po, dashnia e madhe anon edhe nuk ja apret dorë. Gjikon, jo me listë Allahut. Kja është prej atyre që ka bon gjunat madh, nuk ka dalë për Islamit. Se një ndodhi amo kin kushtetut din rregullore gjikon me Kur'an dhe me Sunet. Apo njoni vjen mu gjiku te kadia, te gjiktori, edhe ka i noti. Thot, bashtim ka akin dorë. Edhe ki ka vjedh, aq ka vjedh që nuk i prejnë dorë në Islam. Ka vjedh pak. Mirë po pse e ka i noti, thot, të di duhet me aprej këtin. Kis ka gjiku me Islam, ama a ka bon vepër kufrit? Jo. Do me thonë e ka bon kufrin e vogël, për shkak se ki rregullorën e ka me Kur'an dhe Sunet, do me thonë se ta i praje dora, si zakonisht, mirë po për shkak rishvetit, për shkak dashurit, për shkak inatit, e ka bon ata që me një ndodhi apo 2 apo 3 ta ndryshon ligjin e Allahut, kjo është prej atinve që i ka bon gjuna e cila nuk e mërin gjunojnë e kufrit. Allah subhanahu wa taala më mirë dim, shpika shkurta, do me thonë rreth asaj të cilën polemizohet apo flitet, ai i cili zgjikon me Kur'an edhe që i thojnë se ka bon kufër, dune kufër, kjo nuk është e vërtet, edhe dëshmojnë fjalët e dietarëve, se levve dhe halevve që kanë ardhur për mas,
do me thonë që dëshmojnë se ai cili e ka ndryshu ligjin e Allahut ka bon kufër të madh, kurse ai cili menin do di apo di apo tri që lakmon, do me thonë të ai person apo e don apo i noti e ka dhe ndryshon ligjin e Allahut, ki ka bon kufër të vogël e nuk ka bon kufër të madh, e jo ai cili ndryshon kushtetutën, për arsye se në këta ka ixhma, do me thonë pajtimi dietarëve është edhe nuk duhet t'i vuhet veshje atinve të cilët polemizojnë rreth kësaj e i lën pas shpinë dhe i devijojnë dhe i ndryshojnë, do me thonë fjalët e dietare janë veshin ato fjalë pa i thonë, apo ja komentojnë në atë kuptim të cilës kanë dashur edhe ato me thonë Allah subhanahu wa taala më mirë.